Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkimin e datës 9. Data 9 korrik të 2026. Si ditë e njëjtë që është një nga ditët që ndikojnë, ditët që resatojnë në atë çka është dhe atë çka duam të bëjmë. Data 9 korrik, ku Afrodita futet në shenjën e Virgjëreshës duke ndryshuar mënyrën se si përfitojmë në marrëdhënie, në punë, në gjëra të ndryshme dhe në përditshmëri. Afrodita në Virgjëresh nuk është shumë dramatike, por është praktike, e kujdesshme, selektive dhe e vëmendshme ndaj detajeve. Ai kërkon dashuri që tregohet me veprime, korrektësi, kujdes, përkushtim, respekt dhe gjithë gjërat më të vogla. Kjo është një periudhë më e mirë për të rregulluar marrëdhënien me gjëra të rëndësishme. Ndikojnë pozitivisht shenjat siç është Virgjëresha, Demi, Briciapi, sidomos të 10 ditëve të parë, si dhe Gaforia, Akrepi, Peshit të 10 ditëve të parë. Më me kujdes që duhet të jenë binjakët, shigjetarë dhe peshqit, sidomos të 10 ditëve të parë, sepse Afrodita në Virgjëresh mund të sjellë disa kritika, analiza të rëndësishme, por gjëra që duhen shikohen në marrëdhëniet, nëse ndikojnë në këtë drejtim, bëni pa kujdes. Dita është shumë e mirë për sa i përket çështjeve që lidhen me çështjet e shtëpisë, lidhen me rregullim dokumentash, detaje, por dhe një ndikim shumë të madh që ka të bëjë tani në këtë periudhë, sepse për bler gjëra të rëndësishme në anën tuaj. Por njëkohësisht kemi të bëjmë edhe me disa ndikime të mëdha. Në dashuri, Afrodita në Virgjëresh nuk premton vetëm fjalë të mëdha, kërkon prova, prandaj është ditë e mirë për të treguar kujdes me veprime dhe për të rregulluar një keqkuptim, për të ofruar ndihmë, por jo për dramë romantike. Nuk është dita më mirë për propozime apo çështje teatrale, por me këmbë tokë të bisedohet për marrëdhëniet që duan stabilitet. Për punë është shumë e mirë për organizime, përmirësime imazhit profesional personal dhe marrëdhënie korrekte me kolegët. Është një nga ditët më të rëndësishme që do të thotë mundësi, që do të thotë korrektësi në lidhje me ndryshimin e madh që vjen drejt punës, drejt ndryshimeve të tjera që do të keni në lidhje me pozicionimin e planeteve ose të gjërave të tjera që do të keni nga ana e pozicionit të planeteve dhe të ndikimeve të mëdha. Në çështjet që lidhen me disa bisedime ose disa gjëra është ditë mjaft e rëndësishme. Para se të fillojmë parashkimin